Historitë e kukullave të mallkuara na kanë shoqëruar për gjatë gjithë jetës sonë. Ato ishin makthyin më i madh. Një kukull që lëviz vetë, që të duket sikur të sheh në çdo sekond apo gjëra të tjera si këto. Nuk duam t'ju panikosim, por kukullat më të frikshme në botë sigurisht e kanë një histori që edhe sot e kësaj dite kanë mbetur një mister. Roberti është jo pa qëllim në krye të listës. Kjo kukull i përkiste piktorit Robert Eugen Otto. Thuhet se kukulla e cila supozoi të argëtonte lëvizte nga një radhom në tjetrën, shkaktonte incidente nëpër shtëpi dhe kur askush nuk gjendej në shtëpi, dilte edhe nëpër dritare. Kjo kukull është mbajtur në papafingun e piktorit derisa i vdiq në 1974 dhe më pas është dërguar në Muzeun e Floridas, vend në të cilin gjendet edhe sot. Punojësit e muzeut tregojnë se ai vazhdon të bëjë veprime të çuditshme, lëviz kokën për të parë vizitorët teksa shikojnë rreth e qark. Mandi ka tmerruar gjithë stafin dhe vullnetarët e British Columbia Kusnel dhe muzeut në të cilin ndodhej që për 1991-shit. Me njëherë pas durimit të saj, ngjarje të çuditshme nisin të ndodhin në përzyra, zhurma dhe kërcitje të frikshme. Ajo çfarë i ka trembur më shumë vizitorët e muzeut ka qenë buzëqeshja e saj e ligë dhe sytë e gjallë. Në 1918, 17 vjeçarja Aikichi Suzuki i bleu motrës së saj një kukull të quajtur Okiku. Ajo u lidh shumë me lodrën, por fatkeqësisht një vit më vonë dërron jetë pas një ftohjeje të rëndë. Në nder të saj, familja bëri një altar si për të cilit vendosi kukullën e preferuar të vajzës së tyre. Pak kohë më pas, familjarët vinin re që flokët e saj rriteshin vazhdimisht. Ata besonin se shpirti i vogëlushës ishte brenda kukullës së saj të preferuar. Sot kukulla ruhet me fanatizëm dhe flokët e saj janë zgjatur 30 cm. Harold është nga ato kukulla historinë të cilës zorse do ta harroni. Kukulla ka dalë në shitje në 2003 në eBay dhe pronari ka pohuar se nuk e donte më pasi prezenca e tij bëri që macja e tyre të ngorte, të ndahej nga e fejuara dhe të bëhej me migren dhe të dëgjonte zëra. Kukulla Harold kaloi në disa zot të tjerë vite më pas. Thuhet se ai ka qenë shkaktar për shumë vdekje dhe sëmundje tek shtëpitë në të cilat ka qenë. Historia e kësaj kukulle përfshin historinë e një mjekeje të re. Vajza quhej Donna, e cila e mori këtë dhuratë për ditëlindje nga e ëma. Donna dhe shoqja e saj e dhomës besonin se kukulla ishte e gjallë, pasi për javë me radhë vunë re incidente të ndryshme në shtëpi dhe sënde të ndryshuara. Gjestet paranormale bën që vajzat ta dërgonin Annabel në muzeum, vend në të cilin gjendet edhe sot. Kjo kukull frymëzoi autorët, të cilët e kthyen në një seri filmash horror. Kjo që shihni ka qenë një pikturë. Ata që e kanë vënë në shitje thonë se kukulla në të ngjallet vazhdimisht dhe detyron djalin të dalë gjithashtu. Ata të dy bashkë ecin nëpër shtëpi natën kur të gjithë janë në gjumë. Kjo manekin gjendet në një dyqan nusërie në Chihuahua të Meksikos, ku ka qëndruar për 80 vite me radhë. Njerëzit përreth gjithnjë kanë dyshuar tek pamja e saj kaq e gjallë. Dyshimet u shtuan kur lindi vajza e pronarit, pasi ngjante shumë me manekinën nuse. Ka zëra që thonë se ajo është kufoma një vajze të re. Sot La Pascualita tërheq shumë turistë të cilët përpiqen të zbulojnë diçka rreth pamjes së saj të mistershme.